Të nderuar vëllezër besimtar, sapo i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam doli haptas për me i thirr njerëzit në besim, që e kishte urdhëruar Allahu pasi që i kaloi 3 vite fshehur azi duke i thirrur njerëzit, dhe tani vjen koha për t'i thirrur haptas, dhe me të dal haptas i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam filluan edhe përgatitjet, filluan edhe organizimet për ta penguar thirrjen e tij, për ta penguar përhapjen e fesë, dhe njëkohësisht për ta njollosur atë nëse nuk munden me ndalë. Dhe kështu të nderuar vëllezër, paria asaj kohe në Mekë, po edhe aparatura gazetareske asaj kohe që interpretohej përmes poetëve dhe përmes atyre që i bartnin lajmet në përqoshet Mekës, ishin mobilizuar që të gjithë për ta penguar përhapjen e fesë islame apo dhe njollosjes e saj. Dhe kështu në çdo hyrje të Medinës kishin nxjerr nga një njeri me kasit që të gjithë ata të huaj, të cilët vinë dhe ja mësojnë Mekës për shkak të çabës, me i thonë fjalët më të rënda, shpifjet më të rënda për Muhamedit alayhi salatu wassalam. Një që njerëzit mos më afro, sepse ai i cili afrohej me Muhamedit alayhi salatu wassalam, i dëgjonte fjalët e tij, i dëgjonte mesazhet dhe porositë e tij, shumë të forta, shumë të mira dhe shumë të rëndësishme, ai normal që ndikoi dhe e pranonte fenë. Dhe kështu që vendosen me bë pengesa mes tij dhe mes njerëzve të tjerë. Dhe një ditë, një burr i cili prej Yemenit ishte nis për me ardhur në Mekë, edhe me bë tavaf rreth Çabës, sepse idhujtarët edhe pse idhujtar e madhronin Çabën. Dhe sapo u afrua Mekës, Ciceroni i cili ishte porositur që të tentoj ta njollos Muhamedit alayhi salatu wassalam, e mor këtë burr i cili quhet Tufail ibn Amir, dhe po i thot fjalët më të rënda dhe më të pavërteta për Muhamedit alayhi salam. Edhe i thot: "O Tufail, ti ke ardhur për një vend të lartë, nuk e di çka ka ndodhur këtu në Mekë, nuk e din që te na ka dalë një djalosh i ri, i cili apo është i smut prej sehrit, a është i çmendur, apo ka ndonjë interes tjetër, ka filluar njerëzve më ju fol për Allah." Kështu po i thot ai. Ka filluar njerëzve më ju fol për Allah. Madje ai që po i dëgjon fjalët e tij, po hasmuhet me familje, po i përçon familjet dhe po shtin fesat edhe çrregullimin në shoqëri. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po i themi ne sa ai si ka thonë: "Kujdes, mos rre afër tij. Kujdes, mos ja dëgjoj fjalët se është si magjistar, për min herë ta merr mendjen." Edhe thot Tufail ibn Amr, nga frika që ma mbulli kën zemër, i mbylla veshet me pamuk që edhe nëse e shoh Muhamedin, mos t'i dëgjoj fjalët e tij. Dhe duke u sjell Tufail ibn Amr rreth Çabës, po e sheh pejgamberin alayhi salatu wassalam i cili bonte ibadet te Çabja. Falej, e falte namazin në atë formën në të cilën e falte pejgamberi alayhi salatu wassalam para se mu bë obligim pesku namaz që i kemi sot. Edhe Tufail ibn Amr po i pëlqen por ulësia dhe nënshtrimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, se si falej, si e madhronte Allahun, edhe po i thot vetë me veti do fjalët: "O Tufail, që si burri je ti, tutesh prej fjalëve të njerëzve fiksohesh, sa filozofin, sa magjistarin, sa poetin e ke dëgjuar dhe prap ke vazhdu t'i thonën. Pse nuk i dëgjon edhe fjalët e këtij? Çka ka të keqe këtu? Nëse janë fjalë të mira i merr, nëse janë të mira i hudh në kushin e fjalëve të mira që i ke hudh shumë tjera." Edhe don Allahu Tufail ibn Amr e dosi atë pamuk që e kishte vendosur në vesh me durët e veta, po e hiq. Në momentin kur bjen veshi i tij në kontakt me leximin e Kuranit që e bonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, filloi zemra e tij me rrej ndryshe. Edhe po thot vetë me veti, këtu nuk janë fjalë të njerëzve. Këtu janë fjalë jashtëtoksore, jashtë njerëzore. E priti pejgamberin alayhi salatu wassalam derisa e fali namazin, pastaj po i shkon për mas, derisa hynin në shtëpi vet pejgamberi alayhi salatu wassalam, mirë po Tufaili nuk po e lën me mbyll derën, hyni me to bashkë. Edhe po i tregon se çka ka ndodhur. Po i tregon se çka i kanë thonë me kasit për ta. Edhe thot unë dëgjova fjalë çka nuk i kam dëgjuar as prej poetëve, as prej magjistarëve, as kujt tjetër. E pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi me i lexu Kur'an, edhe sa lexonte Kur'an Tufail ibn Amr fillonte më ju zgjeru zemra derisa tha: "O Muhammed, më të vërtetë të smur qenë kanë ata juti. Ti pas ke ardhur me ilaç. Ti pas ke ardhur me ilaç të zemrave që po i qetësojsh dhe po i shërosh zemrat. Ma jep besën se edhe unë du me hyn fitone." Edhe bëhet musliman Tufail ibn Amr dosi. Rasti tjetër të ndëruar vëllezër, shpejt që tregon se
çfarë mobilizimi kishin Mekasit për me njollos këtë fe. Ishte në këtë kohë, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, një mjek popullor që quhej Dimat. Mjek popullor, po edhe frynte, edhe çiste fall, edhe domthon përdorte metoda popullore për mi ndihmu njerëzve. Njeri mirë po në bazë të dijes së tij dhe takatit të tij punonte për mi vë dobi njerëzve. Edhe kur merr vesh se Mekasit po thonë ka dalë një djalë në Mekë i cili është i çmendur, e kanë prek xhenët, ose i smut prej serit, niset kë për Mekë dhe thotë ti fry njerit, mos po kfillët, mos i qenë ka i smut. Edhe shkon Dimadi e takon pejgamberin alayhi salatu wasallam. Thotë o Muhammed, ti e din thotë që unë jam mjek popullor. E sa njeri më ka pa hajrin, e sa njerin e kom shëru. Edhe po thonë që kanë prek se hirat, je i prek për gjenve, nëse ta merr mendja, nëse pranon, unë të kisha fri. Edhe lirohesh prej kësaj, që janë liru shumë tjerë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam po e dëgjon. Derisa e marrë fjalën. Thotë Dimat, a e marrë fjalën? Thotë po, apo dëgjoj muçtesh. Thotë në, për më dëgjuja morë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk i thot fjalë të veta, po ja nisat hyrjen, të cilën e thot çdo ligjërues të premtën, të cilën e themi edhe e thash edhe unë, edhe fillon innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Thot që do të thot falënderimi, madhërimi takon vetëm Allahut, atë falenderojmë, atë madhrojmë prej tij, falë kërkojmë. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, s'ka kush që e humb, po kën e lën Allahu të humbur, s'ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Thot prit pak. Prit pak. Lutje sapi. Nuk po bëhet fjalë këtu më për seher e për gjend. Këtu pas ka diçka tjetër. Thot a më përsërit këtë fjalë edhe një herë. Për herë të parë po nisi fjalë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam prap fillon innal hamdalillahi nahmaduhu. I dëgjoj për dytën herë, a bën edhe një herë. A bën edhe një herë se po e kam një farë ndjenje kur pini këtë fjalë që ka kur këtë ndjenjë s'ma ka dhënë kërkush asnjë fjalë tjetër. Prap për streti herë pejgamberi alayhi salatu wasallam po ja përsërit fjalët, të cilat i kishte inspirim prej Allahut të lartësuar. Edhe në fundi thotë Muhammed, wallahi do të unë jam marrë më të fry. E unë jam marrë kënë se je i smur. Mirë po të smur qenë kanë ata të cilët po të thënë ty i smur. Sepse unë s'ka poet që s'kam dëgju, s'ka magjistar që s'kam nejt me te, s'ka të smur që s'jam ballavaçu me ta. Mirë po që të fjalë kur dëgju si kam. Që të fjalë e kanë prek thellësinë e detit. Në fund detit kanë prek. E kanë prek thellësinë e zemrës, po do të më thonë. Andaj ma jep dorën, se do unë do më bë, musliman do më hin fitane. Sepse nuk janë fjalë të njerëzve këtu. Popra të ndëruar vëllezër. Historikisht, prej Ademit alayhi salam dhe prej konfliktit edhe armiqësisë e urrëties mes shejtanit dhe Ademit alayhi salam e deri në kiamet, feja e vërtetë, feja e Allahut të lartësuar, mësimet e Allahut do të urrehen edhe do të armiqësohen prej atyre të cilët do të rreshtohen krah iblisit. Sepse njerëzit i kanë dy pozicionime ose dy rreshtime, ose rreshtohen me shejtanin edhe me urrëtitjen e zirin e tij, ose me Ademin alayhi salam, edhe me butësinë, edhe me mësimet e tij. E tash ata të cilët rreshtohen me iblisin, edhe i marrin cilësitë e tij dhe vetitë e tij, atëherë kanë me urrëtit të mirën kudo që të jetë edhe kushdo që thotë, madje edhe nëse është i afër. Për ata, ai i cili ka urrëtitje për fe, nëse djali ose vajza fillon me u fal, harron që ka djalë dhe vajzë, e nxjerr pe shtëpisë, ja thot fjalë matrona. Pse? Sepse kjo është urrëtitje. E kjo urrëtitje të nderuar vëllezër, i kanë nxitur këta njerëz vazhdimisht që me tentu me një llos këtë fe. Mirë, po kjo fe nuk është një llos, sepse kjo fe nuk është e jemja, as nuk është e atij as e atij tjetrit. Është Allahu të lartësuar i cili e ka marrë përsipër me mbrojtje. Mirë, po këtu duhet kemi kujdes na që na të mos vendosim perde mes neve dhe mes fesë. Sepse njerëzit kanë me fol vazhdimisht. Njerëzit kanë me thonë këta të xhamisë, ta veç në xhami rrin. Këta që s'din çka me bë, këta që mirën halo me fe, që i ka dol moda fejes, këta halo me mësime, këta halo marrin avdes, halo e qesin krytu, halo i mlojnë gratë. Kështu kanë me thonë njerëzit. Pse me tentu me një llos këtë fe, mirë, po kjo fe vazhdon të ndrollës. Andaj të mos lejojmë që na ndodh neve ajo që ju ka ndodhur këtyre njerëzve, me vendos pamuk, ose me kriju rezerva ndaj mësimeve të fesë, ndaj mësimeve burimore. Mos lejojmë që dikush të njollos ato dhe pastaj t'i marrim në ato njollosura, ose t'i marrim jo të pastra. Mirë, po mësimet e fesë mirën të pastra, mirën prej burimeve. Po njëkohësisht, të nderuar vëllezër, duhet kemi kujdes shumë që dhe natë mos jemi pengesë për dikane. Sepse këta njerëz
prej formave që i përdorin është se e marrin praktikën e dikujt prej muslimanëve, i cili ndoshta prej islamit e ka vetëm emrin, ose e ka keq kuptuar islamin, ose i ka shtrëmuar mësimet e islamit, qoftë për shkak të ignorancës së tij, qoftë për shkak të një interesi, edhe një që feja çka bën. Nuk është të bë feja këtu, të bë filani, sepse feja është fejë. Feja nuk është çka veprojnë njerëzit, edhe çka thonë njerëzit. Feja është ajo që e ka zbritur Allahu i lartësuar. Andaj njerëzit moten me fe, jo feja me njerëz. Njerëzit nuk janë kanar për me qitë fejnë ta dhe me thonë që kjo qenë ka feja se kështu po punojnë. Po feja është kanar që qitë njerëzit. Kështu po punojnë, ama kështu s'thot feja. Andaj të ndëruar vëllezër, këtyre tentativave duhet me janë mbyll dyrt, të gjitha dyrt dhe dietarët. Të mos lejojmë në asnjë formë që të na ofrohet dikush këtë formë. Mirë, po edhe në anën tjetër edhe ne të mos bëmi pengesë për dikanin. Me sjelljet tona jo korrekte ose jo në përputhje me fenë, të cilën themi se jemi musliman, mu bë pengesë për dikanin edhe mos me po bukurinë e Islamit. Mos me po jeshinë e Islamit. Për ata Allahu në Kur'an e përmend se besimtarët janë lutur dhe kanë thonë Rabbena la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. O Zot, mos na bën sprov për pabesimtarët. Disa dietarë kanë komentuar këto, kanë mos na bën sprov, domthon pabesimtarët mos na ilshën qaf. Edhe pastaj mos provu me ta. Disa e kanë komentuar, ka thënë se qëllimi është mos na bë sprov për pabesimtarët, domthon mos na bë sprov e keqe që pabesimtarët kur të shohin sjelljen tonë, edhe kur të shohin vetarinë tonë, me thonë leje se s'po na duhet Islami. Kështu që nga Islami s'po na duhet. Kështu që të mundohemi për hir të Allahut fillimisht. Pastaj se e kemi obligim për me zhvillu fetari korrekte dhe fetari sipas mësimeve të pastërta dhe burimore të fesë tonë, të mundohemi që të jemi pasqyrë mirë e Islamit. Që nëse dikush sheh veprat tona, fjalët tona, ta sheh dhe bukurinë e Islamit. Ta sheh bukurinë edhe jeshinë e kësaj feje që është feja më e bukur, është feja më e hieshme. Nuk bjen kontakt dikush me to vetëm se ka me po bukurinë dhe saktësinë e saj dhe ka mund diku, ose në fund ka me refuzu për i noti. Andaj të ndëruar vëllezër, besimtar, kjo është feja e cila mirët për i burimeve. Sidomos në kohën ku fushatat dhe tentimet për me njollos ato janë të shumë llojshme dhe janë të mëdha, ne nuk duhet t'i lejojmë që këto fushata, këto fjalë, këto njollosje të afrohen afër neve dhe pastaj edhe pse falemi, edhe pse i nënshtrohemi Allahut sipas kësaj feje, me mendu se vallai në fenë tonë mos ka diçka. Pse? Sa çka po flitet. Po le çka flitet atje, çka thot Allahu i lartësuar. Çka na ka porosit pejgamberi alayhi salatu. Çfarë është shpjegu feja, edhe është shkru feja që 1400 vjet prej kolosëve të mëdhej dhe ulemave të mëdhej këtij umeti, se 1400 vjet kjo fe ka pas me miliona dietarë. Allah na bëf shembull për mirë. Fillimisht na mëson me praktiku fenë mirë dhe me zhvillu fetari korrekte dhe të pastërt ashtu siç e ka zbritur Allahu dhe siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, pastaj më bë dhe shembull për mirë. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.